Drejtori i Zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se Albin Kurti, duke arrestuar 7 drejtorët e institucioneve serbe në Kosovë, po përpiqet të përfundojë atë që nuk arriti ta bënte me 15 mars me ndihmën e shërbëtorit Nena Drashić, dhe theksoi se pikërisht për këtë arsye është më rëndësi thelbësore që populli serb të mbështesë listën serbe në zgjedhjet e ardhshme, se përfaqësuesi i vetëm legjitim politik i serbëve. Ai deklaroi se Kurti edhe para fillimit zyrtar të fushatës filloi të merrej me listën serbe dhe popullin serb në mënyrë më të keqe me terror institucional për t'i kënaqur votuesit e tij, sepse nuk ka asgjë tjetër për t'u afruar atyre. Protestat për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar vazhdojnë edhe sot në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës. Kjo është dita e gjatë që punonësit e institucioneve në Kosovën qendrore shprehin pakënaqësinë e tyre për arrestimin e 7 serbëve përmes protestave paqësorë. Në seancën e djeshme të Kuvendit Komunal të Graçanicës u miratua deklarata me të cilën u kërkoi institucioneve kompetente t'u lejohet këshilltarëve dhe drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore të mbrohen nga liria, duke respektuar të drejtat themelore të njerëzit dhe parimin e një gjykimi të drejtë. Deklarata u miratua me propozimin e këshilltarit të listës serbe. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović thotë se arritjet më të mëdha në vizitën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Kinë janë 2 deklaratat e nënshkruara e para mbi komunitetin për një të ardhme të përbashkëtë, e cila është një iniciativë e re që Kina po përpiqet ditë në mënyrë bilaterale me vendet në botë, dhe kur Serbia është ndër nënshkrueset e para, e cila thellon partneritetin strategjik të 2 vendeve, dhe e dyta është një deklaratë e përbashkët mbi mbështetjen e iniciativave globale të Kinës mbi drejtësinë, integritetin dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas Vojinovićit, kjo është në thelb përfshirja e Serbisë në një rend të ri. Aleksandar Mitić, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në Institutin për Politikë dhe Ekonomi Ndërkombëtare, tha se vizita e presidentit Vučić në Kinë është plotësisht në përputhje me 4 gurë themelor të bashkëpunimit kino-serb: bashkëpunimi intensiv politik të nivelit më të lartë, bashkëpunim ekonomik në kulturë, kujtese dhe një vizion të përbashkët të një epoke të re, domethënë se procesit të multiparalizimit, bashkëpunimit intensiv politik, nivelit më të lartë, siç pohon Mitić, nënshkruhen marrëdhëniet më të larta institucionale që Pekini ka me një vend evropian, si dhe një marrëveshje për takimin midis 2 udhëheqësve të 2 vendeve të paktën një herë në vit. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Surlić, vlerësoi se nëse pjesëmarrja në zgjedhjet në Kosovë me 7 qershor është më e ulët, kjo do të thotë edhe një përqindje më e ulët për vetëvendosjen, por se nuk mund të flasim për debaklin e asaj lëvizje dhe udhëheqësin e saj Albin Kurtin. Drejtoresha ekzekutive e iniciativës së re shoqërore Milica Andrić Rakić nuk pret një pjesëmarrje më të ulët të votuesve në zgjedhjet e 7 qershorit për shkak të konkurrencës më të madhe midis partive, ndërsa e përshkruan elektoratin nga diaspora si vendimtar në shpërndarjen e pushtetit midis partive politike pas zgjedhjeve. Ish diplomati Sy Lukshini thotë se qytetarët janë të lodhur nga pjesëmarrja e përsëritshme e vazhdueshme e zgjedhjeve. Ai vlerësoi se kthimi i Vjosa Osmanit në LDK mund të dobësojë vetëvendosjen, por edhe se kjo ka një të kthejimet e Kosovës në një situatë të pashpresë dhe se është e nevojshme të arrihet një kompromis. Besimtarët musliman sot festojnë ditën e parë të Fitër Bajramit. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti dhe presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu vizituan muftiun Naim Tërnava dhe i uruan besimtarëve për festën. Kurti theksoi se Kurban Bajrami është një ftesë që i detyron njerëzit të ndihmojnë dhe të respektojnë njëri tjetrin. Haxhiu tha se festa sotme përcjell vlera të rëndësishme për shoqërinë, ndër të cilat ajo theksoi veçanërisht unitetin
komunitetin. Dhjetra mijëra besimtarë u mblodhen në orët e para të mëngjesit në Tiranë në bulevardin e dëshmorëve të kombit, si edhe në qytete tjera në të gjithë Shqipërinë ku morën pjesë në lutje të organizuar nga komuniteti musliman i Shqipërisë. Moti nesër në mëngjes do të ketë pak më shumë vranësira dhe shira me bobullima në jug të Serbisë gjatë ditës, kryesisht me diell dhe me disi më i freskët se ditët e kaluar, por ende i ngrohtë. Do të fryerë lehtë deri e fortë veri perëndimore, temperatura mëngjesit do të sillen nga 12 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 24 deri në 28 gradë Celsius.